kuadër të ligjit dhe rregulloreve të brendshme të këtij komisioni, po edhe në kuadër të këtij ligji dhe ligjeve të tjera në fuqi, ekziston procedura se si duhet të ndjeket, cilët hapa duhet të ndjeken për marrëdhënie të komisionit dhe për përjunjë të statusi. Llogaritë unë jam viktima, Më lejoni që shkurtimisht t'i tregoj këto procedura. Fillimisht viktima e ka një formular që duhet ta plotësoj, në kuadër të cilit formular mandej duhet të vijë me dokumente. Ku e merr formularin? Po, formularin mund ta merr në vendet ku ajo ka vendosur me aplikuar, sepse viktimat, për ata që po na ndëgjojnë, kanë të drejtë me apliku, ligji ka garantuar, rregulloria ka garantuar që ato të aplikojnë në forma të ndryshme. Janë të licencuara 4 organizata jo qeveritare nga qeveria e Kosovës, të cilat e kryejnë këtë mandat. Që janë QKRMT, QPDG Drenas dhe Medika Gjakova, Medika Kosova. Më dhënë 4 organizata jo qeveritare të cilat merren me këtë kategori të persona, ku viktimat mund të drejtohen tek këto organizata, por jo vetëm. Kur them jo vetëm, sepse po ashtu me rregullore dhe me legjislacion fuqi, viktimat kanë të drejtë për me bë më të lehtë për viktimat, sepse ka raste kur viktimat dojnë të kalojnë jo në përmes këtyre organizata, po edhe organizatave tjera, dhe duhet të bëjmë dije tash në këtë moment që ato kanë të drejtë edhe në përmes organizatave tjera jo qeveritare të shoqërisë civile, sepse kemi raste që vinë me organizata tjera, dhe po ashtu edhe në departamentet e familjeve të dëshmorëve që janë në kuadër regionale, janë në 6 zyra në regionin e Kosovës, dhe po ashtu mund të vinë direkt në zyrën e komisionit që është ndërtesa e ish Ljubljanës për me bu më të njohur pjesa ka pensionet. Kati i dytë është zyrja e komisionit qeveritare. Edhe aty munden? Po, sepse janë 3 zyrtarë të sekretarisë, komisioni ka përveç përbërjes plot të anëtarëve të komisionit për 9 anëtarëve, janë edhe 3 zyrtarë të sekretarisë të cilët e kanë rolin një ndihmu viktimave për me apliku. Pra, e marrim aplikacionin, e plotësojmë? Normalisht para se me plotësu aplikacionin, sepse aplikacionin mund ta marrësh edhe në webfaqe, por mund ta marrësh edhe tek këta persona që ti përmenda më parë, është mirë të kontaktohen këta persona, të shkohet tek këta, sepse i ndihmojnë viktimës para se ta plotësojnë aplikacionin. Qëllimi pse janë licencuar këto organizata jo qeveritare dhe pse zyrtarët e sekretarisë dhe këta të departamenteve janë të trajnuar për këtë çështje është pikërisht për faktin se duhet t'i ndihmu viktimës për me plotësu aplikacionin, për me plotësu formularin. Dhe formulari është shumë i thjeshtë për të plotësuar. E ki emrin, mbiemrin, vendin kur ka ndodhur, periudhën kur ka ndodhur ngjarja, sepse duhet të jetë periudha kohore cilën e parasheh ligji, brenda kësaj periudhe kohore, që është 27 shkurt 98 deri me 20 qershor 99, po e përmeni qëllimisht sepse është e specifikuar si e tillë në ligj, dhe janë 26 vite mas luftës, ku ti duhet me përshkruaj, me dhënë përshkrim për atë sa të kujtohet, për atë sa ti mban mend, për atë sa ti don me shpreh dhe me prezantu në komision të ngjarjet që juve ju ka ndodhur. Në qoftë këto janë themelore. Tregimi yt, përshkrimi i viktimës që e bën në formular dhe në qoftë se ka, nuk është domosdoshme, por formulari thotë që nëse ki dhe dokumente tjera shtesë, mund t'i bashkangjitesh. Qoftë dokument shëndetësor, qoftë dokument psikologjik, qoftë dokument ligjor, fotografi, gazeta ose diçka tjetër. E plotësuam aplikacionin. Si vini në përfundimin që ajo me të vërtet ky person, unë viktima jam viktime dhunës seksuale. Janë 9 anëtarë të komisionit, cilët janë të profesioneve të ndryshme, të cilat i ka përcaktuar ligji, disa janë të deleguar. Përbërja komisionit kjo. Po, është përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, përfaqësues nga Zyrja e Kryeministit, përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë, një psikolog klinik, një psikiatër, një jurist dhe një përfaqësues i shoqërisë civile. Që të gjithë bashkërisht e kanë për obligim, mandati i komisionit është me shqyrtu dokumentet të cilat na vinë, me verifikuar, me pa, me krahasu provat, dhe jo vetëm këto, por ka raste kur komisioni, nëse e konsideron të nevojshme, mund të aftoj edhe viktimën në intervistë, dhe po e përmeni qëllimisht në emision, për me bë me dije që ka për obligim t'ju përmbahet parimeve themelore. Ti trajtoj pa diskriminim, pavarësisht gjinisë, pavarësisht moshës, pavarësisht cilës komuniteti takojnë, e kështu me radhë, dhe të gjitha këto viktima të cilat dëshirojnë, sepse ka raste që viktima nuk ka shumë dokumente, nuk i kujtohen shumë gjëna, mund të mos ta ketë komplet, sepse jemi duke folur 26 vite mas, ajo viktim mund të vijë në komision dhe të prezanton para komisionit, që komisionin këtë rast i garanton asaj një prezantim të rahatshëm, një komoditet, një konfidencialitet gjithçka, jo vetëm takimi me viktimën që do të jetë konfidencial, por konfidenciale edhe dokumentet të cilat sjellen tek viktima. Dokumentet në momentin kur përfshi aplikacionet dhe gjitha këto dokumente tjera, ne ju garantojmë gjithë atyre që
Të gjitha këto shënime do të jenë konfidenciale, do të jenë të mbrojtura, për më tepër nuk flasim asnjëherë me emra, janë me kode, janë me shifra. Do të thotë viktima nuk ka emër dhe mbiemër, normalisht në dokumente e ka, por nuk ka emër dhe mbiemër për publikun, por është vetëm me kod dhe ju garantojmë konfidencialitetin e tillë. Ato nuk vetëm nëse dëshirojnë normalisht, siç e patëm rastin me 14 zotriu Nishori që prezantoi publikisht, është komplet e drejtë e tyre personale. Ne i garantojmë që do t'ja mbrojnë edhe të dhënat personale, edhe konfidencialitet me konfidencialitet plot do t'i shturtojmë lëndet e tyre.